Përshëndetje, faleminderit shumë që keni ardhur. Një pjesë e jush më njihni. Ju falenderoj shumë, edhe një pjesë të madhe për ju që ishit pjesë e aktivitetit të protestës për ditën e botërore të drejtave të njerëzit që është zhvilluar ditën e sotme në sheshin Skënderbej. Edhe në kuadër të kësaj dite kisha kënaqësinë në emër shoqatës time të paguaja çdo gjë që mund të konsumonim gjatë kësaj mbrëmje. Tu dua të shtoj dhe vlen për të theksuar dhe fakti që kemi ardhur për të folur dhe për antarët e organizatës Mujahedine, të cilët kanë qenë të izoluar për shumë kohësh, dhe do doja që të flisja pak edhe për ta, sepse antarët e organizatës Mekut nuk kanë patur të drejtat më themelore të tjetuarit, duke qenë se nuk kanë patur komunikim me familjet e tyre, nuk kanë mundur dot të shijojnë jetën e lirë dhe kanë qenë të mashtruar brenda një kampi i cili u premtoi që do të ishin të lirë dhe nuk patën atë liri për cilën ju premtua. Dhe për këtë arsye jemi mbledhur sot për të folur për këto të drejtat munguara të tyre, dhe do doja shumë që të gjithë bashkë të themi një gëzuar të madhe për këtë ditë shumë të rëndësishme që është dita botërore të drejtave të njerëzit, dhe shpresojmë që brenda kampit të Manzës në Shqipëri të ketë të drejta, të ketë liri dhe të gjithë jetojnë në mënyrë barabartë si qytetarë me kushte të barabarta në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Opa.